Këtë të hënë në orën 7:55 minuta, forcat detare, pasi morën sinjal për praninë e 4 turistëve të izoluar në gjirin e Gramës, reaguan me shpejtësi. Anijet patrulluese P133 u nisën menjëherë drejt vendngjarjes për të ofruar ndihmën e nevojshme. Rreth orës 9:30 minuta, Ania vendosi kontaktin vizual me turistët dhe nisi operacioni shpëtimit përmes gomones. Në orën 9:45 minuta, mjeti lundrues u akostua në breg, ku identifikuan 4 shtetas tuaj, 2 gjerman dhe 2 francez, 1 mashkull dhe 3 femra. Pasi u sigurua se gjendja e tyre shëndetësore ishte e qëndrueshme, ata u transportuan në bord dhe u pritën me kujdes dhe përkujdesje nga efektivët tanë, ndërsa u ofruan po ashtu ushqime dhe pije gjatë lundrimit drejt ishullit të Sezanit, ku edhe do të vijojnë të marrin mbështetjen e mëtejshme të nevojshme. Ky është një tjetër shembull i përkushtimit dhe gatishmërisë së forcës zyrtare për të qenë gjithmonë aty ku ka nevojë për ndihmë, në det në çdo kohë për njerëzit dhe për jetën.